Kapitulli, e dashur vetja ime, prit pak. Do të bëj krenare. Durimi nuk është dorëzim. Është premtim me veten për një kthim më të fortë. E dashur vetja ime. Nuk kam qenë gjithmonë e sjellshme me ty. Të kam lënë të presësh, të kam lodhur me dyshime, të kam mbytur me fjalë që nuk kanë qenë kurrë të tua. Të kam ulur kur duhej të ngrija. Të kam gjykuar kur kishe nevojë për përqafim. Të kam krahasuar kur duhej të duaja thjesht për atë që je. Por sot, dua të ndalem pak. Të flas me zë të qartë. Jo nga frika, jo nga mërzia, por nga një vend i thellë ku më në fund po lind diçka e re, besimi në ty. Po, ndoshta nuk jemi aty ku doje të ishim. Ndoshta kemi humbur rrugës, kemi gabuar, jemi lodhur. Por mos u dorëzo me mua. Më jep vetëm pak kohë. Koha ime nuk është për të bërë përshtypjet e të tjerët. Është për të bërë ty krenare. Për të kthyer tek ti siç meriton, me kokën lart, me shpirtin plot, me zemrën në paqe. Dhe do vi. Ndoshta më ngadal nga çprite. Ndoshta me plag, por më e fortë se kurrë. Sepse unë kam marrë një vendim. Nuk do të tradhtoj më. Do të dëgjoj, do të kuptoj, do të mbroj. Dhe kur t'ja dal, nuk do të jetë për botën. Do të jetë për ty. Më jep kohë, e dashur vetja. Po vi të nderoj siç meriton. Fundi kapitullit. Sepse krenaria më e madhe nuk është të duar trokasin të tjerët. Është kur vetja të buzëqesh nga pasqyrja dhe të thotë, faleminderit që nuk më harrove.